Kryeni ju punë programore që i keni. Që kërkojnë më shumë drejtësi, që kërkojnë sistem, që kërkojnë një vend për vendin e vetë. Se ma dhe blesh dalin në është problemi Fatime. Programin e vetë Po të regon, po kërkon shumë për të kaluarën. Jo për të kaluarën, zoni. Po kërkon për të ardhmen edhe për aferat aktuale. Nalo nuk dëgjova ty për aferat aktuale. Veç kur vjen puna të aferat aktuale, kjo prokurinë Nalo merë frym. Nuk mundesh me kërku për aferat aktuale. Nuk mundesh për aferat aktuale. Po dëgjojmë zani pak, se po kërkon kështu. Nuk mundesh me folë, se ti e di çfarë sistemi drejtësisë ki edhe mo kanë asprishmëri nuk ki, nëse nuk ndodh vetingu i përgjithshëm ti nuk i asprishmëri. Nuk kemi pritshmëri. Në fakt zoni Hajdari unë çka kujtoj është ambasada amerikane kishte reaguar pas tyre deklaratave të Kurtit. Dhe kishte thënë që është një prej sulmeve më të mëdha që i bën sistemit të drejtësisë. Se ju po thoni që kanë qenë kundër Blerim Yusufajt. Dëgjojmë pak deklaratën e Kurtit për Blerim Yusufajt. Besoj e keni linkun në regjia. A mund ta nxjerrim? Për pak sekonda më thonë që do të bëhet gati. Në fakt kishte thënë që vetëm për shkak të preferencave të mia nuk mund të bëhet dot. Blerim Yusufajt. Në parlament ka thonë, sa të jam unë kryeministër, s'ko më thonë. Pra, është e pa precedent. Blerim Yusufajt jetë kryeprokuror? Si avokat? Blerim Yusufaj nuk ka përzgjedh vetë, ka kandidu dhe Këshilli Prokurorial. Po mirë, ti si njeri që e njeh Blerim Yusufajn dhe punën e tij profesionale, a e meriton ai? Absolutisht që e meriton. E por ka integritet profesional, personal dhe ka udhëheq këtë prokurorisë speciale që Sovjet me sukses të jashtëzakonshëm, me bashkëpunim ndërkombëtar, tash ka me bë marrëveshje edhe me SPAK-un e Shqipërisë, është në bashkëpunim me shtetet e BE-s, me Bashkimin Evropian, me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe të gjithë prokurorët e prokurorisë speciale deri me tani sidomos ata për krime lufte i kanë intensifikuar akt akuzat për krime lufte, edhe departamentet tjera janë duke punuar mjaft mirë. Është rasti i Banjskës një rast shumë që ka mbrojtur sovranitetin në veri dhe nëse dikush e ka çliru verim e ka çliru prokuroria speciale bashkë me policinë e Kosovës duke i ndjekur ata të dyshuar për rastin Banjska, duke i akuzuar dhe duke lëshuar dhe fletë rreshtime ndërkombëtare, të cilat herdo kur do të në të shoh se hyjnë në territorin e Kosovës ata 43 persona të tjerë, apo so kanë mbetur pa u arrestuar sepse vetëm 3 kena në arrest. Të gjithë tjerë se që prokuroria jote sotit nuk e boni kur kena ata të jetë pushtet, po ata veç pa. Po ndodhi Banjska atëherë, nuk ka ndodhur Banjska atëherë, a ke pas çfarë menduar më herët atë? Jo kur. Po mos i kanë ndodhur Banjska e kanë bë. Pra çike prokuroria speciale është profesionale dhe Blerim Yusufaj ka edhe të kaluar patriotike, pra ka dhënë shumë për këtë vend. Personalisht ka luftuar për lirinë e Fatimes, për temën, ka luftuar shumë për kanë vjedhur shumë ti ka luftuar për lirinë e Juve, ka kontribuar dhe është personalitet i cili duhet të lavdërohet. Pra Këshilli Prokurorial e ka zgjedhur me konkurs publik. Veç të sqaroj. Kundër kandidatët e Blerim Yusufit kanë bërë ankesa dhe pa dinë gjykata i kanë humbur që i ka mbet konkursi ka qenë i përfunduar dhe dekretimi ka qenë formal nga presidenti i Republikës Kosovës, por në urdhat e Albin Kurtit presidenti nuk e ka dekretuar dhe e ka lënë Kosovën me ushtrues detyre të prokurorit, i cili tashmë është besim kelmend edhe ai është me përvojë, mirë po nuk është si me qenë me mandate plot, si mos me qenë me mandate plot.